Fjalët që peshojnë më shumë se zhurma, përplasja mes Ludos dhe Hygertës nuk ishte thjesht një debat. Ishte një çarje. Një nga ato momente kur fjalët nuk përdoren për të sqaruar, por për të goditur. Dhe kur fjalët godasin, ato nuk lënë shenja në trup, por në vetë vlerësim, gjithçka nisi me një pyetje që nuk ishte pyetje. Pse nuk gjen një burr? Nuk u tha me kureshtje. Nuk u tha me shqetësim. U tha si akuzë. Si etiket. Si një mënyrë për ta reduktuar një grua në një status të vetëm, si kur jeta e saj të matej vetëm me praninë ose mungesën e dikujt tjetër. Hygerta u përball me këtë fjali jo për herë të parë. Shoqëria u mëson grave këtë pyetje që herët e përsërit pa u lodhur, derisa ajo bëhet zë i brendshëm. Por kur ajo del nga goja e dikujt tjetër, sidomos në një ambient publik, dhimbja është më e mprehtë. Sepse nuk është më vetëm presion social, është sulm personal, ajo reagoi. Jo me fyrje, por me zemërim të drejtë. Nuk gjej burr unë se më thua ti. Ishte një fjali e thënë me nerv, por edhe me lodhje. Lodhja e dikujt që është detyruar të shpjegojë jetën e vet shumë herë, pa ja kërkuar kush mendimin, Ludo vazhdoi. Fjalët nuk u tërhoqën. Përkundrazi, u ashpërsuan. A je në Terezi? Çfarë thua? Këtu, debati kaloi nga çështje personale në mohim të mendjes së tjetrit. Jo vetëm po i vijej në dyshim zgjedhja e Hygertës, por edhe aftësia e saj për të menduar drejt. Eseja e këtij momenti nuk është për atë se kush kishte të drejtë në debat. Është për mënyrën se si shoqëria e përdor statusin sentimental si matës vlere. Si armë. Si mënyrë për të heshtur dikë, sidomos një grua që flet fort, që nuk përshtatet, që nuk kërkon leje për të qenë vetvetja. Hygerta nuk po mbronte vetëm veten. Ajo po mbronte idenë se një grua nuk ka nevojë të justifikojë pse është vetëm, pse është e lirë, pse nuk përputhet me pritshmëritë. Dhe kjo mbrojtje është gjithmonë e vështirë, sepse kërkon të dalësh kundër një narrative të vjetër, të rrënjosur thellë, Ludo. Nga ana tjetër, nuk ishte thjesht një individ që foli pa menduar. Ai ishte zë i një mendësie. Një mendësi që e sheh gruan përmes marrëdhënies, jo përmes identitetit. Që e sheh burrin si zgjidhje, si shpëtim, si kriter normaliteti. Dhe kur kjo mendësi sfidohet, reagimi shpesh është agresiv, përplasja u bë publike. Dhe kjo e bëri më të rëndë. Sepse turpërimi publik nuk është vetëm moment, është kujtesë. Është ndjenjë që mbetet edhe pasi zhurma pushon. Hygerta e ndjeu këtë peshë, por nuk u tërhoq. Qëndroi. Sepse tërheqja do të thoshte pranim, eseja na detyron të ndalemi te një pyetje më e madhe, pse një grua duhet të shpjegojë pse nuk ka partner? Ndërsa një burr rrallë pyetet për të njëjtën gjë? Pse vetmia e një gruaje shihet si problem, ndërsa ajo e një burri si fazë? Këto pyetje nuk u bën me zë të lartë në debat, por ishin aty, të pranishme në çdo fjali. Hygerta, duke reaguar, nuk po kërkonte fitore. Ajo po kërkonte respekt. Dhe respekti fillon aty ku fjalët ndalen përpara se të bëhen thika. Por kur kjo nuk ndodh, mbrojtja bëhet e domosdoshme. Pas përplasjes, heshtja ishte e çuditshme. Jo qetësuese. Heshtje që të detyron të mendosh. Për atë që u tha. Për atë që nuk u tha. Për plagët e vogla që hapen kur dikush vë në dyshim vlerën tënde bazuar në një kriter të vetëm. Kjo ese nuk është kundër Ludo si individ. Është kundër fjalive që duken të zakonshme, por që janë thellësisht të dhunshme. Fjali që shoqëria i toleron, i qesh, i relativizon. Por që për atë që i merr, janë barë. Në fund, Hygerta nuk doli nga debati si fituese klasike. Por doli me diçka më të rëndësishme, me refuzimin për t'u përcaktuar nga një pyetje e gabuar. Sepse pyetja nuk është pse nuk gjen një burr, por pse mendon se më duhet një për të qenë e plotë, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ky debat nuk ishte thjesht një sherr. Ishte pasqyrë. Pasqyrë e një shoqërie që ende ngatëron dashurinë me detyrimin dhe vetminë me dështimin. Fjalët u thanë. Dëmi u bë. Por reflektimi mbetet. Dhe ndonjëherë, reflektimi është hapi i parë drejt ndryshimit.